Nuk e dëgjuan se çfarë tha, megjithatë sigurisht qendresa e cila ishte aty afër, ato fjali të shkurta të cilat i përmendi Albin Kurti, do të mund të na tregoj. Që se prononcimet i ka pasur shumë të thuajse fare s'ka pasur prononcime kohëve të fundit për media kryeministri në detyrë Albin Kurti, ose i ka pasur kështu në ikje aty këtu një fjalë që ndoshta është dashur më e kthy përmend dëgjuese se çfarë ka thënë saktësisht. Ndërkohë po shohim që është një fluks shumë i madh i deputetëve të cilët ja kanë mësuar seancës plenare dhe po i shohim nga të gjitha taboret politike themi të cilët po vinë sa më shumë dhe po shtohen. Ndërkohë le ta përmendim edhe dhe flamuri në lidhje të drejtë për drejtë që seancën e sotme konstituive do ta drejtoj si më i vjetri i Kuvendit të Kosovës zotri Avnet Dehari nga lëvizja vetëvendosje, po e shohim Armen Zemaj në një prononcim direkt. Jemi në situatë ku kërkojmë të kemi konstituimin e institucioneve, por për emrat e përveçëm i takon partisë fituese, edhe të siguroj votat sigurisht, por edhe të krijoj mundësitë që të kemi institucione të reja dhe mos të vazhdoj me atë blokadën që e kishim fatkeqësisht për një vit të kaluar. Kandidate e lëvizjes vetëvendosje do të kenë Grillançi siç ka qenë edhe më herët dhe nuk është votuar. A do votohet sot nga lidhja demokratike? Ju e dini që ne asnjëherë nuk kemi lidh vendimet tona për emrat e përveçëm, por krejt çka kemi thonë, edhe krejt çka kemi vendosur, pjesën përmbajtësore politike është pa marrëveshje politike, ne nuk votojmë asnjë kandidat. Si e kuptoni ju që tash po vjen e pako votimi i nënkryetarëve, i cili kishte quar në blokadë veçimi veç e veç i nënkryetarëve nga komunitetet? Po kjo është një strategji fatkeqësisht e asaj ndrrimit të pozicionit të lëvizjes vendosje, e cila në pjesën përmbajtësore të kuvendit edhe të plotësimit të Kushtetutës së Kosovës as nuk duhet të ndodhte edhe as të ishte pjesë e debateve politike ku e lëndon shtetëndërtimin e Republikës së Kosovës. Ajo sjellje e tyne, tash kemi edhe në vendim të gjykatës kushtetuese, pakoja është pjesë e konsenzusit politik që është bërë në parapërgatitjen e partive politike edhe të strukturës së kaluar të kryesisë dhe besoj dhe shpresojmë që gjithçka do të jetë konform vendimeve edhe të deputetëve, por edhe të grupeve parlamentare. Zemaj ta qartësojmë, do ta votoni kryetarin e kuvendit, konstituimin e kuvendit dhe përbërjen e qeverisë, kabinetit qeveritar të zotit. Unë thash që ne do të marrim pjesë në votim, votimi është i hapur, janë 3 mënyra të votimit për kundër dhe abstenim. Cilën do ta zgjedhni? Ne do ta zgjedhim atë cilën e kemë përcaktim. E thash që pa marrëveshje politike nuk votojmë, marrëveshjet politike sigurisht. Faleminderit. Dëgjuam Armen Zemaj nga Lidhja Demokratike i Kosovës, i cili ishte i qartë që subjektit të cilit i takon nuk do të votoj asgjë pa një marrëveshje paraprake politike. Kjo nënkupton që do të marrin pjesë në votimin e kabinetit të Kuvendit Kosovës, themi ashtu kryetarit dhe nënkryetarëve, por që se sigurisht vota e tyre do jetë kundër, derisa por ekzekutiv ishte edhe më i qartë që nëse nuk do të kenë ndonjë marrëveshje politike mbes subjektit të tij dhe lëvizjes vetëvendosje, atëherë nuk do të ketë vot nga LDK-ja për qeverinë Kurti 3. Kushtojmë tash veç po i shohim edhe në pamje që deputetët, disa nga ta janë reatuar tashmë, është bërë ditur që PDK-ja do të ulet në anën e djathtë, kurse Lidhja Demokratike e Kosovës, ashtu siç po e shohim edhe në pamje, është ulur në anën e majtë. Dhe ndërkohë që Kuvendin e Kosovës faktikisht e pret një punë tepër e madhe. Deri më datë 4 mars duhet zgjidhet edhe çështja e presidentit të vendit. Ndërkohë që sigurisht një nga pika tjera shumë interesante do të jetë edhe miratimi i buxhetit apo votimi i buxhetit. Ndërkohë, na ka mbetur më duket pak pikë se çfarë ka thënë kryeministri në detyrë më herët në një prononcim të shkurtër, ashtu Shkarazi, i cili ishte duke hyrë në Kuvendin e Kosovës. Le të shohim se çfarë ka thënë saktë, sepse kolegja jon gazetare Qëndresa Tërshani e ka ndëgjuar me vesh të saj dhe sigurisht nga ajo do ta kemi kështu më të qartë.
E kemi pyetur kryeministrin në detyrë Albin Kurti nëse sonte do të thirret edhe seanca për formimin e qeverisë. I njëjti është përgjigjur shkurt, ndonse ishte edhe problem të dëgjohet çfarë po deklaron për shkak edhe të truprojave që i pati rreth të përçark edhe për shkak edhe të dëshirës së madhe të mediave për të marrë një qendrim nga kryeministri Kurti. Ai tha që po synojmë të jemi të suksesshëm në formimin e kuvendit, konstituimin e kuvendit e më pastaj edhe të qeverisë. Këtu ishin fjalët që i tha Kurti pak më parë këtu jashtë, çka do deklaroj ai nëse thirret një seancë për formimin e qeverisë ose si do të shkojë seanca për konstituimin e kuvendit. Ne normalisht bashkë me dy ekipet të tjera të televizionit do të jemi këtu dhe do ju sillim krejt zhvillimet që ndodhin jashtë kuvendit, në hollin e kuvendit, po ashtu edhe brenda seancës ku po zhvillohet pjesa kryesore e kësaj mbledhje. Tash e kthej linjën tek ju në studio dhe normalisht nëse ka deklarime të reja këtu jashtë do e kërkojmë atë sërish. Faleminderit Qëndresa. Në fakt, përderisa po I kemi këto linja të drejt për drejta, ndonjëherë edhe ndonjë prononcim të ndonjë deputeti, po shohim edhe që salla ku do të nisë seanca konstituive tashmë ka filluar që të kompletohet thuajse. Pam edhe Partinë Demokratike të Kosovës që ka zënë vendin e tyre, po ashtu Lidhja Demokratike, pam edhe disa nga komunitetet tashmë, edhe lëvizja vetëvendosje sigurisht që do ta plotësoj vendin e saj. I shohim bashkë që për moment deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës po bashkëbisedojmë në ndërmjet tyre. Natyrisht që ka dikush prej tyre që edhe nuk e ka takuar kolegun që një kohë dhe po e shfrytëzojnë këtë parahyrje të seancës që të diskutojmë. Pam edhe Arjan Tahirin nga PDK-ja, njëri prej atyre personave që mos themi I ka befasuar të gjithë, por ka shënuar një numër jashtëzakonisht të madh të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke u renditur goxha lart. Kemi tani Veton Berishën, e kemi nga Komiteti Pakic, të Pakicës jo serbe, të shohim se çfarë është duke thënë. Ne edhe në të kalume, edhe herën e fundit kam votuar kryetarin vazhdimisht, propozimin për kryetar, vazhdoj sepse konsideroj që është obligim për mu me kry obligimin të në kuvend, edhe sigurisht që të shohim propozimet mandate të qeveria dhe me vazhdim aty. Po, besoj që po. Nuk e di, kemi mbet me diskutu. Për fillim jemi të konstituimi i kuvend. Ja, se dim, nuk e dim, hala se kemi diskutu. Jam për me vazhdu institucionet, me fillu punën institucionet sa ma parë. Do më thonë, kjo blokadë është e të përmë. Nuk e di, se besoj, se kemi diskutu këtë pjesë, për fillim jemi në konstituimin e kuvendit dhe në pako në kryetaret të tjerë. Veton Berisha nga Komiteti Ashkali nuk është se dha ndonjë informacion të qartë se cili do të jetë pozicioni I tyre në këtë legjislaturë ose në ekzekutivin e ri. Megjithatë, tha që do të shohim tani, edhe deputetët e listës serbe tashmë kanë arritur në Parlamentin e Kosovës. Nuk e di nëse do të ndalet dikush prej tyre që t'jap ndonjë prononcim ose jo. Megjithatë, siç isha duke potencuar, ende nuk ka të qartë edhe vetë zotëri Berisha se çfarë pozicioni do të ketë ai dhe komiteti të cilin e përfaqëson në qeverinë e re. Mirë po, e rëndësishme është ajo që e potencoj që ta që në vazhdim jam për të funksionuar si një qeveri e re, sepse po duket edhe për ta është bërë mjaft gjithë kjo situatë cila ka fituar ose ka nxjerrë një jo produktivitet të madh të kuvendit të Kosovës me gjitha ato seanca të dështuara radhazi. Mirë po, çka është e rëndësishme ose le të rikujtojmë edhe një herë shikuesve tanë që seanca konstituive e datës 11 shkort e thirrur për sot përmban në vete 4 pika të rendit të ditës. E para është formimi I Komisionit të përkohshëm për monitorimin e korumit, më pastaj betimin e deputetëve dhe sigurisht vazhdon ose pasohet me fazën tjetër e cila është deputetët do të procedojnë për përzgjedhjen e kryetarit Parlamentit të Kosovës dhe më pas do të zgjidhen edhe në kryetarët. Ajo që e ka një të